Asnjë, zoti Staka, po. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të nderuar përfaqësues të partnerëve tonë ndërkombëtar dhe të medias. Mirë se erdhe zoti Xholi si kandidat. Ne jemi njohur në fakt në platformën tuaj. Dhe po kaloj direkt në ato pyetje që kam menuar, janë pyetje krejt të shkurta. Nëse mund të është janë pyetje matematikore, por po e filloj nga pyetja që ju në fjalën tuaj të fundit thotë që ka nevojë që prokuroria posaçme të shtojë numrin e prokurorëve. Unë tek kisha llogarit si pyetje të fundit. Por para arsit tuaj, pra dy, se ju jeni kandidat për të zënë vendin e tretë të zgjedhjes si drejtues i prokurorisë posaçme, përpara jush kanë qenë zoti Dumani dhe zoti Kraja. Dhe unë kam pas rastin që të bisedoj me të dy, po edhe kështu publikisht në KLP, po edhe në ambientet e SPAK-ut. Tani, ju dhat menimin tuaj, paktën 50%, por a jeni më shumë që të shtohet numri i prokurorëve, apo duhet bënë një ndryshim ligjor tek neni 75A i Kodit të Procedurës Penale që ka të bëjë me jurisdiksionin pa kompetencat e prokurorisë posaçme. Fillimisht kur u krijua prokuroria posaçme në vitin 2019, ka pas një vit e gjysmë, u bën sa ndryshime lidhur me kompetencën, sepse kishte ca vepra penale që ose duhej shtuar dami që sillte, korrupsioni, dhe u bën ca përmirësime. Por është më e drejtë, si në bindjen tuaj, prokuroria posaçme është prokurori elit, nuk është prokurori e zakonshme. Dhe aty presupozohet që do hetohen njerëz për korrupsion të nivelit të lartë, shumë të lartë. Detyrë të cilën ndajmë sot në bindjen time prokuroria, por në bindjen e opinionit publik dhe partnerëve e ka realizuar. Por nëse ne do shtojmë duke shtuar prokuror 25, 30, a do mbetet kjo prokurori elit? Apo duhet në hyrje në legislacion dhe pikërisht tek neni 75 i Kodit të Procedurës Penale? Kisha dashur një përgjigje koncize dhe saktë, në cilën anë peshoni ju? Faleminderit për pyetjen, zoti Staka. Unë e dhash mendimin tim dhe jo pa qëllim e dhash. Çështjet në prokurorinë e posaçme, sidomos çështjet kundër krimit organizuar, zgjasin me muaj dhe me vite. Dhe jo pa qëllim kërkova që këto prokurorë të cilët kanë me 10 dosje, apo me qindra fashikuj që menaxhohen, do duhet që të ndiqen po prej tyre. Dhe e kemi shprehur dhe ne idenë që duhet patjetër ndryshime të kompetencës lëndore, sidomos për sa i përket korrupsionit dhe vlerave të ulta. Patjetër kjo është prokurori elit dhe duhet që mos merren me gjëra të vogla, por çështjet e krimit organizuar, të cilat përveç se hetimi është kompleks, por dhe përfaqësimi në gjykim për shkak të ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale nuk lejohet gjykimi i posaçëm i shkurtuar, zgjasin 2 deri në 3 vite. Dhe pikërisht përfaqësimin në gjykim do ta bëjnë prokurorët dhe nuk mund ta bëjë dikush tjetër. Duke u ruajtur ekuilibri mes ndryshimeve të kompetencës lëndore dhe shtimit të numrit prokurorëve, do arrihen rezultate në një kohë sa më të shpejtë. Nuk duhet që të kemi thjesht vetë hetime dhe arrestime, por duhet të jemi konkret edhe me vendime dënimesh në një kohë sa më të shkurtër. Prandaj do duheshit që të ndërthureshit të dyja. E kemi shprehur qëndrimin ton në mbledhjen e përgjithshme prokurorëve që duhen ndryshime sa i përket kompetencës lëndore, por unë i qëndroj bindshëm idesë që duhet shtohet dhe numri prokurorëve, jo sot. Kur të plotësohet dhe gjithë prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm me numër prokurorëve për shkak të vakancave nga vettingu, atëherë do vijoj që të kërkohet edhe shtimi i numrit prokurorëve, duke ruajtur standardet që kanë prokurorit europiane për ngarkesën në vit për çdo prokuror. Faleminderit. Kam një pyetje. Në nenin 291 të Kodit të Procedurës Penale është rasti i vendimit të mos fillimit të procedimit penal, ose prokurori regjistron procedim penal. Në paragrafin e parë thuhet që prokurori kur regjistron një kallëzim penal, pra merr një numër kallëzimit në prokurori, ka 15 ditë afat për ta regjistruar ose për të marrë vendimin e mos fillimit. A ka shumë raste prokuroria posaçme që nuk zbatohet kjo praktikë? Dhe nëse po, kur merr një numër kallëzimit, pra kallëzimi është kallëzim penal dhe procedimi është tjetër nocion juridik. Dhe në fund, pas verifikimet që kryen prokurori i prokurorisë posaçme bashkë me hetuesat e BK-s ose oficerët e policisë gjyqësore,
Ky vendim i mos vendim nëse merret, ju komunikohet partëve në proces, si ati që ka bërë kallëzimin dhe si ati që ka dalë emrin? Faleminderit, zoti Staka. Procedura është e krijuar nga ligjvënësi dhe ne jemi detyruar që ta zbatojmë. Në dijenin time janë 0 rastet kur prokurori nuk e marrin vendimin brenda 15 ditëve në atë prokurori, sepse jemi detyruar që zbatojmë ligjin. Nëse se zbatojmë në ligjin, kush do të zbaton? Sa i përket afatit edhe formave të njoftimit, detyrimi ligjor është që të njoftohet vetëm kallëzuesi dhe jo të kallëzuarit. Dhe unë kur se kam bërë dhe se kam për ta bërë asnjëherë të njoftohet kallëzuarit, sepse janë me qindra të kallëzuar, kam pas një rast që kallëzonte gjithë gjyqtarët, prokurorët, antar KLP, gjithë qeverinë është e pamundur. Detyrimi ligjor, unë respektoj procedurën. Procedura thotë, duhet të njoftosh kallëzuesin. Kallëzuesi njoftohet, të kallëzuarit kur? Dhe s'ka, pse të njoftohet i kallëzuari. Faleminderit, zoti Staka. Dikush tjetër nga antarët? Atëherë zonja Mandro, fjala për ju. Shumë faleminderit zoti Xholi. Vura re elokuencën tuaj, kompetencën tuaj, qetësinë me të cilët juve menaxhoni këtë intervistë dhe dua që të keni gjithë mirë kuptimin tim, po besoj dhe të këshillit që për këshillin sot është një ditë shumë e rëndësishme në fakt. Por nga ana tjetër më vjen mirë që ne ndodhemi përpara 4 kandidatëve që sikurse ju e thash, ndajnë vlera të njëjta, të përafërta me njëri tjetrin, kanë të njëjtin qëllim, kanë të njëjtin mision. Dhe synimi i tyre është forcimi i shtetit ligjor, shteti i së drejtës, lufta kundër gjithë veprimtarive negative që shoqërojnë një shtet të një shoqëri të caktuar në format e veta më të ashpra dhe më të egra. Unë ndjeva shumë mirë që juve thatë që cili do që të jetë, ne jemi një familje edhe do punojmë bashkë me njëri tjetrin me të njëjtat synime. Mirë, po unë e dua pak ndihmën tuaj për të qenë vetëm më e qartë. Në qoftë se do t'ju pyesja, cila është pika juaj më e fortë, po shumë shkurt përgjigjet, në raport me kolegët e tjerë dhe cila mund të konsiderohet si pika juaj më delikate në raport me këta 4 kolegët e tjerë. Kjo është pyetja e parë. Mund t'i bëj të gjitha pyetjet dhe pastaj juve të merrni kohën apo e doni që po, një nga një. Faleminderit për pyetjen, nderuar zonja Mandro. Pika ime e fortë, sikur e thash në fillim të fjalës, ka të bëjë se kriteret që ky këshill i nderuar ka përcaktuar në rregulloren për ngritjen e detyrës prokurore të policisë posaçme, thotë që të kesh aftësi drejtuese dhe menaxhuese. Kam afër 28 vite eksperiencë në funksion, kam 16 vite eksperiencë drejtuese në zyra të ndryshme, në nivele të ndryshme që mbulonin rajonet kryesore të vendit. Dhe këtë e shikoj si avantazh. Pjesën e akademike dhe të mësimdhënies e kam antistres. Ajo më ka dhënë këtë mbase këtë elokuencë. Kurse disavantazhi në krahasim me tjerët, unë mësoj çdo ditë. Nuk jam i gjithë dituri. Nuk e kam eksperiencën e duhur në hetimin e veprave penale që kanë bëjnë me kriptovaluta, në teknologjinë e informacionit, sepse çdo prokuror, çdo magjistrat merr dhe ekspert, por unë detyrohem që përshtatem të mësoj, por e kam pamundur që unë të jam ekspert i fushës së kriptovalutave. Pra kjo është pika e dobët. Dhe një pikë tjetër që kam të dobët është mundohem që ti marr gjërat më seriozisht se duhet. Edhe gjërave administrative, por edhe çështjet penale ngarkohem vetë më tepër se ç'duhet dhe i hyn hak dhe familjes dhe për ne nuk ka ditë pushimi. 24 orë u thash dhe pa nuk na dalin, pra që përballojmë atë lloj ngarkese. Dhe do duhet që të vijoj që të delegoj kompetencat, shpërndaj ato kompetenca gjithë secili të ndjetë i vlerësuar për të bëj punën për cilën edhe ai paguhet. Kjo është pika ime e dobët që mendoj që do e rekuperoj nëse do marr pëlqimin tuaj. Faleminderit shumë për përgjigjet, në fakt janë të gjitha pika të forta.
Në qoftë se juve do të bënit një krahastim shumë të shkurtër midis përvojës së dy drejtuesve të mëparshëm. Cili prej tyre ju ka impresionuar më shumë dhe prej të cilit keni marrë apo dëshironi që në përvojën e të cilit të mbështeteni? Unë e vlerësoj punën e të dy drejtuesve pararendës, dhe zotit Kraja dhe zotit Dumani. Secili prej tyre ka aftësi të veçanta që si ka tjetri. Zoti Kraja ka pasur eksperiencën më të gjatë në funksion, por u gjen në një periudhë të krijimit të institucionit dhe kishte vështirësi deri në plotësimin e stafit, ndërsa zoti Dumani vijoi në periudhë tjetër që kishte stafin e plotësuar, stafi konsoliduar, ndihmat përkatëse, bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë që ka qenë kohë reale, dhe secili prej tyre unë patjetër që do kërkoj që të marr nga të dy këto drejtues, pra ato cilësi të mira të cilat i kanë pasur dhe dua që t'i përshoj dhe më tutje. Faleminderit. Në qoftë se unë do të votoja sot për ju dhe nesër do të vija në zyrën tuaj për një çështje time personale, si do të kujdesen ju për të mos sënuar pavarësinë dhe presionin? Po unë mund të kem një pozitë më të lartë se kjo e sotmja. Unë e vlerësoj pozitën që keni, por para ligjit e kushtetutës keni asnjë lloj pozicioni dhe do respektoni si gjithë të tjerë. Do respektoj si femër, do sa i bismi në i kafëm në gjë, po zgjidhja do jetë ligjore. Do me thënë fare. S'ka, sepse shumicëve u pëlqen kafeja në SPAK, dhe me vërtet e bëjmë të mirë kafe në SPAK, por patjetër me këto do ju respektoj. Unë në fakt nuk e pi kafen fare. Aq më mirë. Desha të di pak, si e shikoni juve perspektivën e bashkëpunimit me BKH-n, si drejtues i ardhshëm. Nisur nga fakti që ka dhe një drejtues të ri të Byros Kombëtare të Hetimit,